Doktor, shpesh nënat të cilat me të drejtë shqetësohen kur fëmijët e tyre, sidomos pra kalojnë një virozë të tillë, përpiqen dhe shkojnë dhe i drejtohen farmacive për të marrë mjekim pa një recetë apo edhe përdorimin e antibiotikëve pa recetë. Sa e dëmshme, sa e dëmton kjo vetë fëmijën? Virozat gastrointestinale, sikurse të gjithë virozat e tjera, nuk ka nevojë për antibiotik dhe nuk përfshihet trajtimi me antibiotik në trajtimin e këtyre problemeve, sepse antibiotikët nuk kanë efekt mbi viruset. Një lloj sikurse flasim për gripin, Covidin, për virusin sincitial respirator, pra për virozat respiratore, gjatëstinës së virozave të dimrit, vjeshtës dhe pranverës, sigurisht edhe në rastin e virozave intestinale ose të virozave të enterovirozave, nuk është se kemi edhe antibiotikët nuk kanë vlerë me përjashtim të rasteve kur mbivendoset një infekcion bakterial. Farmacistët tashmë në Shqipëri prej kohësh unë me kënaqësi e kam konstatuar kur kam ardhur në Shqipëri që ka një sensibilizim dhe ka një qëndrim shumë të saktë nga pjesa dërmuese e farmacive, të cilët nuk japin më antibiotik pa recetën e mjekut, pra kjo është shkthyer tashmë në lishmëri edhe në